Zyra e avokatit të popullit është në prag të kolapsit të rësishëm. Nëse nuk zgjidhet avokati, praktikisht qytetarët prej vitit të ardhshëm mund të mos kenë një derë ku mund të trokasin, nëse u shkelen të drejtat dhe liritë e tyre nga institucionet të ndryshme shtetërore. Alsat sot vizitoi punonjësit të cilët në rrethana të jashtëzakonshme trajton lëndët e qytetarëve, por sipas tyre është ironike që të mbrojnë të drejtat e të tjerëve, derisa nuk kanë vetë të drejta. Veçanërisht prej vitit 2026 do të jemi të vdekur në vdekje klinike, pasi as do të ketë dikush autorizim të nënshkruajë diçka. Motivimi i punëtorëve është në nivel shumë të ulët me atë që ne luftojmë për të drejtat e njerëzit, madje edhe për të drejtat e të punësuarve në institucione të tjera, të cilat ne nuk i kemi dhe nuk mundemi t'i realizojmë, ndërsa për ne nuk ka kush të luftojë. Realisht ne nuk kemi ku të ankohemi përveç të ngritim procedurën në gjykat. Kolegja e Marianit Albina Ismaili, tani më 13 vite punon në këtë institucion, në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Aktualisht, ajo vepron në lëndët që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave për pensione, por edhe sigurime dhe mbrojtje shëndetësore. Ismaili thot që deri tani për shkak të arsyeve morale, u janë përgjigjur kërkesave të qytetarëve. Megjithatë, nuk dihet se si do të veprojnë mëtej pasi që institucioni kanose të bie në kolaps total, madje edhe punëtorët të ngelin në rrugë. Me keqardhje mund t'ju njoftoj se për herë të parë në historinë e institucionit tonë, që ka histori 25 vjeçare, ndodh që të kemi probleme serioze në funksionimin e përditshëm. Qytetarët i vuajnë pasojat për shkak të blokadës që veç më e dhatë edhe ju si medium. Avokati i popullit, për fat të keq, edhe pse është i vetmi institucioni për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit, me përvojën e tij 25 vjeçare nuk ka arrit që të marrë objektin e vet nga shteti. Ne jemi qiradhënës në këtë objekt dhe paguajmë qira mujore. I autorizuar i avokatit të popullit Ylber Rufati, mbrëm në intervistën për Alsat, përsëriti apelin për të zgjedhur avokat të popullit, ose në të kundërtën, kërkoi që kryetari Afrim Gashi të vazhdojë autorizimin edhe për vitin 2026.